fytyra e mërzitur edhe pastaj e qeshur Lunukja është kopja e Luizit ama Kiara ka zbuluar një detaj, është ajo e pak ditëve më parë, e cila bëri bujën e mediat online, por më e bukura është se nuk është vetëm Luizi por dhe Kiara që bënte mimika të tilla. Kur ishte e vogël, ajo nxjerr një foto ku ka qenë më e madhe se Lunuki dhe rrinte e mërzitur kur nuk i plotësoheshin tekat. E njëjta situatë i ndodhi mami Kiarës me Lunushin, e cila bëri mikinën e mërzitur sepse nuk ju plotësua teka e saj e maj. Lunukja jone e mirë je një kopje e prindërve dhe ke për t'u bërë diçka në jetë për të bërë të dy prindrit krenar e për të qenë një vajze me emër mami Kiara. Në reagimet e tilla ka qejf t'i postoj për të gjithë për të treguar që Lunuki nuk ngjan vetëm nga Luizi por edhe nga mami Kiara, por edhe një gjë jo gjithmonë fëmijët trashëgojnë instikte nga prindrit, por edhe nga paraardhësit e tyre që shkon brez pas brezin e tip e negen e sa bukur kur zbulon gjërat e tilla. Janë vërtet vlera të gjenezave, por edhe krenari për këdo prej nga vjen e po i urojme një fundjavë të këndshme familjes Elin e këto ditë të ftohta. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.